Ditë më parë, prive ju prezentoj me Shqiponja, një vajzë nga Drenasi, e cila si një fosht u braktis në rrugë nga prindrit e saj biologjik, duke u lënë e pambrojtur dhe pa shpresë. Fati do t'i dhuronte një mundësi tjetër, kur një polis e gjeti dhe e shpëtoi jetën e saj. Pas një vit qëndrimi në sos fshat, ajo adoptua nga një qift, që i dhuruan asaj dashurinë dhe kujdesin që çdo fëmijë e meriton. Sot, 24 vjeçe, me përkrajen e familjes që e rriti, ajo kërkon me ngulm t'i njohë prindrit e saj biologjik. Për mu konë edhe pak e vështirë se prindët e mi në atë moment nuk e dishin që unë e pedi që jam e adoptuar. Edhe për mu u konë shumë me rëndësi që unë e mjau lon hapësirën prindëve të mi, kur do që ata janë të gatshëm me fol me mu, ata me më tregu mu. Dhe unë mos mjau morë këtë të drejten që unë mi u dollë për para dhe mi u thonë pëse s'unë keni tregu ose unë me hopë këtë tim. Unë këmë doshë që ata mu një mirë dhe mu një të sigurt, edhe kur do që ata janë të gatshëm me fol me mu për këtë tim, që ata me hopë bisedën. Kështu që e ku mojtë mrena vetes, edhe pse e kum dit, u ka një lloj ndjenje sikur e fajsis me thonë, një lloj ndjenje që nuk mëj që kur s'ka me mujt mja u kthy ato të mira prindrëve të mi. Asë një informacion se kum pas, i vetëm informacion që e kum pas prej babës, është që mu më ka gjetë një plak në Orllat. Me këtë informacion, unë normalisht që jam nisë mas pari në Orllat. Kum pyet persona tati rrethi, personat nuk është që kanë ditë shumë për këtë rast, çka është edhe e kuptueshme. Jam nisë në komunë, në qendër për punë sociale, në lloj institucione, mirë po e kom pas shumë ndjenjen që në asnjë institucion, ose kudo që po mundona une me ditë diçka, nuk është që më kanë marrë shumë parasysh. Unë mendoj që mënet me pas të bëj edhe pse qikeri, s'është që më kanë marrë shumë parasysh. Kështu që fillimi u konë shumë i zërshëm. Në atë fillim edhe kom pas edhe ditë kur kom thonë që okej, kjo ka me mit pas volume për gjithmonë, nuk ka me mujt me arrit qëllimin. Intervista në prive rezultoi e bojshme. Veç në YouTube, rrëfimi i Shqiponjës u klikuan nga mbi 250.000 njerëz. Audienca e madhe bëri që pas intervistës, Shqiponja të kontaktohej nga shumë persona që i ofruan asaj ndihmë mbi zbardhjen e këtij rasti. Një prej tyre, ajo ndohë me ndjekësit në mediat sociale. Përshëndetje Kosovën, jam Shqiponja, sot për lajmëruna me lojme shumë të mira. Sapo e mora një thirrje nga një tashmë shoqe e imja, që kom pas biseda shpeshherë në kohën e fundit me të. Është një person që mu ka lajmëruar mas intervistës teme që e kom dhënë në prive, dhe më ka thonë që ajo mundet me ditë se kush mundet me ka nona jam biologjike. Më ka tregu se që shukon puna e asoj nonës, pse ka ardhur puna deri te braktisja e gjithçka. Dhe ajo gru ka mendu që unë mëne me konë që e qika e që asoj gru që e ka braktis fëmijë. Edhe kësaj radhe, fati s'ishte në anën e saj. Sot më thiri prap edhe më tregoj që ajo gruja e pas ka gjetë qikën e vetë, sot, dhe takohet me të. Kështu që edhe pse tash prap nuk u dol historia, kjo histori që unë jam ai fëmijë, mu prap se prap më ka gëzu ky lajm shumë sot. Edhe më gëzon shumë se çfarë fakti që më thirrën edhe më shkruajnë shumë persona që bashkohen sikur në këtë rast me familjarët e tyre, me fëmijët tyre, me prindërit tyre. Dhe arsyeja për këtë bashkim jam unë. Shumë raste deri thash, jam konë edhe unë ajo që i ka bashku, po edhe personat vetë që janë bashku, mas intervistës tem edhe mas TikTok-avët mi që i postojën, edhe më kanë thonë
Kështu jam bashku me fëmijët mit, jam bashku me prindërit mit. Edhe këto janë lojë mesatare që më gëzojnë shumë. Kështu që thjesht ndoshta që to mendo me juve edhe më ju tregu që edhe kjo është arsyeja pse unë kum vendos që me ndo jetën time me juve, me ndo historinë time me juve, me bëj gjithçka publike, që kam shumë qef që me ka një shembull për fëmijë tjerë të adoptuar ose prind që duin me adoptu fëmijë, se dha so mesazhe marr shumë ku prindrit më shkruajnë Shqiponje ana kishe sugjeru me morë një fëmijë nga sot fshati, ose Shqiponje çka mendon ti kur është koha ideale me ju tregu fëmijëve që i kena të adoptuar. Edhe thjesht desha mendo me juve që ky koncept një lajm që më ka gëzuar shumë. Ndjekësit e Shqiponjës ju gëzuan faktit se historia e saj shërbeu që njënën e bijtë të takohen e të njohin njëra tjetrën pas shumë vitesh. Një pyetje drejtuar asaj ishte se si është e mundur që ajo vajza të gjente nënën biologjike aq shpejt, ndërsa Shqiponja prej 2 vitesh ka nisur këtë mision dhe akoma pa sukses. Kjo është përgjigjja e saj. Si është e mundur që ajo vajza e gjeti nënën e vetë biologjike aq shpejt dhe une jam të i kërku që sa kohë dhe hala nuk e kum gjetë. Është shumë e thjeshtë më spjegu. Në videon e kaluar ja kum tregu rastin dhe ju kum tregu që inspirimi për të dyja palët me lyp njëra tjetrën jam konë unë. Do më thonë, intervista jame që e kum dhonën e në prive i ka shty të dyjat me lyp njëra tjetrën. Mirë për rasti aty në dy javë u kom pak ma ndryshe se jemi, sepse ato të dyjat e kanë ditë se në cilin spital ka lind beba. Edhe mas intervistës teme u nis qika me lyp nanën e vetë biologjike edhe u nis drejt qati spitalit ku ka lind. Kur u shku te spitali nuk ja ka jep informacionet e nanës vetë biologjike për arsye me mbrojt privatësinë e asoj nane që ka lind aty. Mirë po i ka morë shënimet e asoj vajzës. Edhe tash, kur u shku tani edhe nona biologjike e asoj qikes, mas intervistës teme në spital për me vërtetu edhe një herë me çfarë date ka lind qiken e vetë, spitali ja ka jep tani informacionet e qikes vetë nonës. Kështu që nona ka mujt me kontaktu shumë letë qiken e vetë edhe u kryp. Edhe kanë gjetë njëna tjetrën edhe janë taku. Kështu që kjo është e thjesht, mirë po te une nuk është ka që e thjesht, pra zhëzone nuk e di mas pori a kum linë spital ajo, edhe nuk e di në cilën spital, edhe nuk kam asë një lloj informacioni. Te ato kom pak ma ndryshe, ka pos emër, ka pos shënimet spitalit, te unë këtë sana nuk janë. Historia e Shqiponjës është një rrëfim prekës për kërkimin e identitetit dhe ndjesinë e mungesës, ndërsa ajo shpreson që një ditë do të mund të gjejë përgjigjet që kërkon për origjinën e saj. Ajo vazhdon të besoj se mund të gjejë lidhjen me ata që i dhanë jetë dhe të kuptojë më mirë historinë e saj personale. Misioni për t'i gjetur prindrit biologjik vazhdon akoma.